Të dashur shqiptar, kjo është një zile japoneze, e vërtet, që varet para derës, me një bishkrim japonez, një lutje, një shprehje për natyrën, për perëndit, për shpirtrat, dhe kur era fryn, dalin shkronjat e duhura, dhe ti lexon dhe ndihesh më mirë. Kështu bëjnë japonezët, është e vërtet. Çdo japonez varë diçka të tillë në shtëpi. Të njëjtën gjë bëjnë fiset indiane, aborigjine, indigjene në Amerikë. E quajnë këtë në anglisht dream catcher, ose kurthi i ëndrave, dhe vendosin për të hequr shpirtin e keq, edhe ata para kasollës. Duke u nisur nga kjo, unë gjej kutin folse të Dodonës. Në Dodon, krijoheshin fjalë nga zhurma e errave, është e vërtet. Krijoheshin shprehje, krijoheshin mite, thjesht duke varur shirita të tillë prej alumini ose prej bakri, prej metali, shkruhej një lutje. Për shembull, na thuaj o Zot, Zoti Dodonës, Zeusi Dodonës, ku të banojmë. Varej kjo në një zile të tillë, frynte era, dhe ande nga frynte era, atje duhet banonte personi që bënte lutjen. Po ashtu përdoreshin për hajmali, përdoreshin gjithashtu kur kishe inat dikë, shkruaj një lutje. Do me thënë nuskat në gjuhën shqipe, si koncept që është koncept gjoja arab, kështu është në të gjitha fjalorët shqiptar, nuska është koncept arab, nuska të dashur shqiptar është koncepti i Dodonës. Ti varje një zile të tillë, një kuti të tillë prej bakri, me një shirit të tillë bakri ose alumini, me një lutje, por në greqisht, jo në shqip. Dhe ishin dy qendra të Dodonës. Njëra ishte pranë Tomorit, tjetra ishte në epirin e veriut, do me thënë në Çamëri. Vetë fjala Çamëri vjen nga fjala thyamis, që do thot temjan, fjalë për fjalë. Në gjuhën greke, pra emri i Çamëris është emër helen. Thyamis, e përsëris, ishte bima që quhet Kallamis, gabimisht nga grekët. Ja kanë ndryshuar emrin grek se mendonin se mos ishte shqiptar. Grekët janë fëlliqësira, kanë hequr emrat e tyre origjinal grek, vetëm që ato mos jenë iliro shqiptar. Pra, kjo është historia se si unë e bëra zbulimin e Dodonës, funksionin e këtyre shiritave. Dhe kanë një të veçantë këta shirita. Këta shirita janë shkruar nga njerëz të thjeshtë, me gabime gjuhësore, drejt shkrimore, një lloj si shqiptar sot në mediat sociale. Nga që kjo gjuhë ishte me gabime gjuhësore, është quajtur gjuhë e panjohur pellazge. Kjo është pellazgjishtja. Dialekte helene të shkruara keq. Kështu cilësohen nga Akademia Franceze, por janë shkrime greke. Dhe unë kam gjetur në këto shkrime greke emrin Amantis. Kjo është origjina e fjalës Amantia. E përsëris, është emër i gjinisë femërore në greqisht, Amantis. Po kjo është çmenduri. Ky është origjinali. Çdo thot Amantis është krijuar nga një pjesë mohuese a, që shqiptoheshte ha në gjuhën greke të lashtë, dhe emri ishte Hamantis. Çdo thot Hamantis vjen nga pjesa mohuese ha dhe mbiemri Mantike. Mantike është dhe mbiemër edhe emër. Kjo ndodh vetëm në gjuhën greke, që mbiemrat bëhen emra, transformohen. Dhe ç'a ndodh? Në gjuhën greke, gjinia maskullore mbiemri është Mantikos dhe gjinia femërore është Mantike. Pse se kanë bërë grekët këtë zbulim, por e kanë bërë unë? Sepse në greqinë e sotme kjo shqiptohet Mantiki. Ndërsa shqiptimi i lashtë i liro helen ka qenë Mantike. Do thot aftësi për të bërë parashikime. Në anglisht është divination. Aftësi për të parë gjëra hynore.
Kjo aftësi bëhet duke lexuar këto shiritat në Dodon, që i merrte era, vareshin në pemën e dushkut të Dodonës. Krijoheshin fjalë nga mënyra se si lëvizte shiriti, fjalë të reja. Perëndi, shpirtra, thjesht nga lëvizja e këtij shiriti, ju betohem. Pra, mantikos është mbiemër në greqisht, me prapashtesën ikos ose tikos. Vjen nga fjala mania, që do të thot obsesion, fiksim, zemërim. Në gjuhën shqipe kjo është bërë mënia, të gegërishtes mëria në shqip. Është dhe hakmarrje. Mëria akilit, mënia akilit, është origjina e fjalës mantikos. Ka dhe kuptimin i çmendur. Këto mantikët quheshin ndryshe edhe pjesëmarrës në ritet e Dionisit. Pinin lëng me bim narkotike. Pinin alkool, deshin dhe kishin vizione, krijonin poema, mite në këtë mënyrë, mantikët. Hamantikos në gjuhën greke është sharje. Do të thotë një person që nuk i del parashikimi. Pse? Në Dodon jo gjithmonë dilnin parashikimet. Parashikimet, sipas statistikave, dalin 50%. Është sikur të hedhësh një monedhë. Do më thënë, ande nga frynera, rastësisht, andej lëviz shiriti me mbishkrimin dhe atje do të banosh. Pra është çmenduri, është statistik. Nuk është gjithmonë e vërtet. Dhe ti bën një lutje Dodonës, Zeusit në Dodon, me atë shiritin, dhe nuk të del parashikimi. Atëherë i thua ti Murgut, në Dodon i thua Amantikos, ose Murgeshës Amantike, dhe më thënë ti e pa aftë të bësh parashikim. Je i zemëruar me të. Ky bëhet emri i fisit Amantia, pra të Zot që është në qiell. Si e gjeta unë këtë? Nga shiritat në Dodon. Shiritat e Dodonës janë përhapur në Panoni, në Azinë e Vogël, në Lidi, në ishujt e Egjeut janë gjetur me emrin Amantis, nga Amantikos, gjinia mashkullore, Amantike, gjinia femërore. Kështu e gjeta. Dhe shqiptoheshte Hamantike. Shkurtohet kjo në Hamantia. Është emri i Hamantias. Tani, ç'a ndodh? Ky është një zbulim shumë i madh që kam bërë unë. Shqiptarëve ju kam thënë që emri Amantia vjen nga fjala amë, sepse shqiptarët nuk i shikoni filmat e mi. Nuk doni t'i shikoni. Kushërinjt e mi, edhe sot e kësaj dite, nuk i shikojnë filmat e mi. Familja ime nuk i shikon filmat e mi. Janë të tmerruar. Nuk do them emrat që më quajnë mua, më të këqinj në botë. Pra, këtë zbulim e ka bërë Eqerem Çabej që fjala Amantia vjen nga amë që do thotë rrym ujë. Kjo është rastësi. Fjala amë gjendet në gjuhën latine, gjendet në gjuhët gjermanike. Merr një fjalë që ka shqiptim të ngjashëm me Amantia dhe thua që kjo është burimi i kësaj fjale. Ky quhet turbo-albanizëm. Në filmat e mi të parë, unë e kam akuzuar Eqerem Çabejn, pastaj më vonë Koles Topallin, si turbo-alban të sofistikuar, marrin emra i lirë dhe përpiqen t'i shqiptarizojnë. Tani kjo ndodh në çdo shoqëri. Hebrejt përpiqen të nxjerrin origjinën hebreje të çdo fjale dhe perëndie në lindjen e mesme, dhe aty ka patur me 10 qytetërime të regjistruara që nuk janë hebreje. Megjithatë, ata po ndërtojnë Izraelin e madh, po vrasin njerëz të pafajshëm. Këtë do kishim bërë edhe shqiptarët po të mundnin, që ta dini ju. Po të kishim ne fuqi ushtarake, ne do justifikonim çdo gjë me origjinën e fjalëve të shqipes, edhe ne do bënim atë që kanë bërë hebrejt. Tua them unë kështu me siguri të plot, se nëse ti i thua djalit tënd
dhe vëllait tënd dhe kushëririt tënd fjalët më të këqija sepse ai tregon të vërtetën, atëherë ti nuk ke asnjë kufi moral që të marrësh një të huaj, për shembull një grek, ti bësh atij të këqijat më të mëdha, thuash që fjala amantja është e shqipes. Dhe është e vërtetuar, këta turbo-albanët janë gati të bëjnë çdo gjë. Janë të djathtë, ekstrem. Dhe përpiqen të gjejnë origjinën shqipe të fjalëve greke dhe të fiseve greke. Kjo është e vërteta, të vërtetën ta themi ashtu siç është. Turbo-albanizmi është fllistësia më e madhe, është në fakt krim. Këto që bëjnë turbo-albanët janë krime. Marrësh fjalë greke ti dhe ti nxjerrësh nga origjinë nga shqipja. Këtë ka bërë Eqerem Çabej. Ka marrë emrin e fisit Amantia dhe e ka nxjerrë nga emri Am, lum. Kjo është marrëzi. Tani, përse grekët nuk gëzohen? Këto zbulimet e mia janë shumë të mëdha. Dhe e them tani përse nuk gëzohen grekët nga zbulimet e mia. Në mënyrë të heshtur, po krijojnë patentat e zbulimeve të mia dhe po i bëjnë greke. Nuk ka gjë. Unë këto i po nxjerr për shqiptarët që mos të shajnë djalin shqiptarët dhe vëllanë dhe kushëririn me fjalët më të pista. Shqiptarët. Njerëzit më të afërt. Pra ç'mund të bëjnë ata një njeriu të huaj, nëse ato i bëjnë këto gjëra njeriu të tyre më të dashur, që ju tregon të vërtetën. Këta janë shqiptarët, njerëz pa moral. Themi atë që është. Nuk ekziston morali shqiptar, sepse kombi shqiptar po piqet dal nga dal, po qytetërohet dal nga dal. Dhe tani, ç'a ndodh? Nuk ka rëndësi kush ishte i pari, kush ishte i dyti, këto janë marrëzira. Unë po them, tekstet e këtyre shiritave të gjetura në Dodon dhe në Shqipëri janë tekstet e njerëzve të thjesht që shkruajnë greqisht me gabime gjuhësore dhe quhen pellazg. Kjo është shumë e rëndësishme. Këta njerëz nuk dinë të manipulojnë gjuhën. Këto ishin grek të thjesht. Pak ignorant. Shkruanin një lutje në Dodon dhe kur lutja nuk u dilte, e shanin magjistaren, i thoshin ti je amantikos, ti je amantike, ti s'di të bësh parashikime. Mendoni që gjysma e njerëzve në Greqi ishin të pakënaqur sepse statistikat gjithmonë dalin 51% me 49%. Si të gjitha statistikat, si hedhja e monedhës. Pra, ti thua dikujt që ti je amantikos, që ti s'di, domethënë ti thuash një mësuesi që ti s'di. Mësuesi shqiptar nuk din. Përpiqet të tregojë mësuesi shqiptar origjinën e fjalëve greke nga shqipja. E ti thuash atij amantikos. Ky është emri i të gjithë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Akademia e Amantias, e njerëzve që bëjnë parashikime të gabuara, që i nxjerrin çdo fjalë nga shqipja. Këtë bën Eqerem Çabej, këtë bën Sejt Mancaku, Kolet Topalli dhe këtë do vazhdojnë të bëjnë shqiptarët përgjithmonë, nuk ndryshon kjo, po unë dua që ti si shqiptar sot të qytetërohesh komplet, të zhvishesh nga të gjitha pislëqet, sepse do ta pëstosh si unë. Do syrgjinosesh, po the të vërtetën. Pra, unë dua që të shpëtoj ty si shqiptar sot. Në qoftë se unë shpëtoj 5 shqiptar sot, ky është misioni im. Nesër do shpëtoj 500, pas nesër 5000, një javë më vonë 50.000 shqiptar dhe mbas një viti 5 milion shqiptar kudo në botë, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, Malinezi, Çamëri, Turqi, diaspor, unë do t'i shpëtoj. Ti jeni të sigurt. Në mos unë, një njeri i mençur si unë, që do hapi fjalorin dhe do shikoj që fjala amantikos do thot që ti nuk di të bësh parashikime. Që sot e tutje përdoreni fjalën amantia për një mësues ose mësuese që përpiqet të nxjerrë nga shqipja të gjitha fjalët e ilirishtes. Emrat e fiseve ilire janë emra grek. Pra, amantias do thot ignorante, s'di të bësh parashikime, faqe e zezë, mi ke marr
ato drahmit e mia, kështu i quheshin monedat greke, dhe më ke gënjur. Dhe këtë bëjnë turbo-albanët, ju marrin lekët juve, nxjerrin librat për origjinën hynore të Shqipes. Dhe tani, unë nuk mund t'i bëja këto filma që po bëj tani në fillim, se ndryshe askush nuk do t'i shikonte këto filma. Pra ç'bëra unë? Në fillim e përkraha e Qerem Çabein, Kolet Topallin, u hoqa sikur isha me ta. Sepse për vite të tëra u përpoqja dhe askush nuk po i shikonte filmat e mi. Pra, fillova të dal me teorinë nostratike që gjuha shqipe është origjina e gjuhëve të tjera europiane. Po vetëm titulli është i tillë. Po të shikoni atë film, nuk ka asgjë të tillë. Shqipja nuk është origjina e gjuhëve indo-europiane. Është i marrëzi një gjë e tillë, është budallallëk, është çmenduri. Mirë, po me tituj të tillë bombastik, unë arrita që të tërheq shqiptarët. Pra filmat janë të bukur, të pastër, pa gabime. Vetëm titujt janë si Karemi. Mirë, po shqiptarët janë të zgjuar dhe hëngrën vetëm pjesën e parë të Karemit. Nuk e hëngrën gjithë Karemin, nuk i shikuan më filmat e mi pastaj. E kuptuan që ky ishte Karem. Shqiptarët nuk janë peshq. Nuk u pëlqente atyre që titulli ishte bukur, bombastik, gjuha shqipe, nëna e gjuhëve indo-europiane, pastaj dilte që gjuha shqipe ishte një gjuhë e zakonshme si gjithë të tjerat. Dhe që emrat e fiseve ilire janë grek. Kjo nuk u pëlqeu shqiptarëve fare. Pra në fillim thash që vërtet kjo fjalë vjen nga fjala ama e shqipes, që ti tërhiqja shqiptarët. Ndryshe ata nuk i shikonin filmat e mi. Dhe unë këto filmat do t'i lë, nuk do t'i heq, që ta kuptojmë brezat e ardhshëm se si shikuesi shqiptar e hëngrën gjysmën e Karemit. Dhe më thënë, filmat e mi të parë kanë shumë shikime, me mira në fakt. Turbo-albanët madje i vodhën këto filma, i nxorën në TikTok dhe atje dolën 3 milion shikime, në YouTube dolën 2 milion shikime, por kur unë fillova t'ju them të vërtetën shqiptarëve, edhe tek turbo-albanët shikimet kanë rënë shumë, edhe tek unë. Tek turbo-albanët janë disa qindra, tek unë tash janë disa dhjetra. Do më thënë, rastësisht, një shqiptar bie në filmat e mi, se janë ka shumë filma që kam bërë unë. Nuk është se ai e kërkon filmin, rastësisht algoritmi ja çon atij filmin, ai e shikon dhe nuk entuziazmohet sepse ti thua shqiptarit që amantja ka kuptimin amantike, do të thotë e paaft për të bërë parashikime. Shqiptarit nuk i vjen mirë sepse kjo është fjalë greke. Pra këtë fjalë ja thot greku, një priftëreshe greke që s'di të bëj parashikime në Dodon, që nuk i del parashikimi. Sepse parashikimet janë 50% me 50%, janë rastësi. Dhe dalin shumë rrallë. Shumica atyre nuk dalin, janë parashikime kallpe. Dhe njerëzit e paknaqur ty të quajnë amantikos mashkullor, amantike, gënjeshtare, mashtruese, sharlatane. Kjo do thot sharlatane, amantike, mund ta përdorni për studën e etimologjisë me shtëpinë botuese Dodona. Kjo është shtëpia botuese e Amantias, që ta dini. Të sigurt, ajo është mashtruese, gënjeshtare dhe ka bërë karrierën e saj, ka ngritur vilën me parat tuaja. Ju duhet shkoni t'i kërkoni lekët mbrapsht asaj, ju ka gënjur. Por edhe Qerem Çabej ju ka gënjur. Në fakt ju ka gënjur vajza e Qerem Çabejt, ai ka vdekur në vitet 1980, kur unë isha 10 vjeç. Unë se dija kush ishte Qerem Çabej. Ai ka vdekur. Ai ka botuar vetëm 5 libra kur ishte gjallë. Librat e Qerem Çabejt i ka bërë vajza e tij, Brikena, që e ka kthyer këtë në biznes. Edhe ajo po ju mashtron. Pra, amantja, thot Brikena, në emër të babait të saj, mashtruese, vjen nga fjala am, lumë në shqip. Jo, amantja vjen nga amantike, do të thot sharlatane, mashtruese, e paaft për të bërë parashikime. Tani grekët po i patentojnë zbulimet e mia. Unë kam kushërinj avokat. Ata du ta bënin një të tillë. Pa më pyetur fare mua, kushërinjtë e mi, do shikoni një film
dhe do e patentonin. Unë do isha e kënaqur që ata t'i merrin lekët për zbulimet e mia. Por nuk duan. Shqiptarët. Këtë po e bëjnë grekët, minoritarët. Shikojnë filmat e mi dhe i kanë patentuar të gjitha këto zbulime si emra grek. Dhe po të duash ti sot, nuk e përdor dot këtë emër, se ky është emër grek. Është prona e tyre. Emri. Po me ndodhe toka, me ndodhe kështjela e Amantias dhe një mur i madh prej 2 kilometra e gjysmë është gjetur gjigant. Mur i papar. Me bloqe gjigande, po çfarë bloqesh? Këto janë mure gjigande prehistorike, të ngritura 10.000 vjet para erës sonë. Pra zot ju betohem. Këto quhen muret ciklopike. Janë gjetur në Amerikë, në Australi, në Azi, janë mure shumë të trasha. Mure gjigande. Këto janë muret e Amantias. Pra janë më të vjetra se qyteti i Amantias, muret e Amantias. Janë ngritur në periudhën e akullnajave. E përsëris. Këto janë muret e Amantias, muret ciklopike. Tani përse grekët nuk gëzohen, nuk dalin me fishek zjarre, me flamuj, me pankarta, Amantia, toka jon Helene, do të kishin dalë. Po përse nuk e bëjnë gjë të tillë? Nuk e bëjnë gjë të tillë sepse rrëzohet e gjithë struktura, e gjithë shkolla Helene e Aleksandris. Çdo gjë që është krijuar nga Helene të rrëzohet vetëm nga Amantia. Përse do thoni ju? Po sepse vepra e Homerit është projektuar në Aleksandri. Gjuha e Homerit është gjuha e përdorur në Aleksandri. Ky është zbulimi im. Dhe është krijuar me një komision vepra e Homerit. Poetësh, gramatikanësh. Poema e Homerit është poem etimologjike. Duhet ta lexoni, nuk e keni lexuar as Iliadën as Odisean në origjinal. Çfarë thot Homeri? Homeri thot që emri Amantia është krijuar nga Abantia dhe emri Abantia është krijuar nga Eubea. Ju betohem. Ai nxjerr Eubea nga fjala EU, e mirë, dhe boi do të thot lop e mirë. Kjo është origjina e fjalës Eubea. Edhe në monedat e Amantias është lopa, me viçin e Apollos. Dielli i pavdekshëm. Është viçi, kështu quhej në gjuhën sumere. Viç i pavdekshëm. Amar Utu. Ky është emri i perëndisë më rëndësishme në Babiloni. Viçi i pavdekshëm. Dhe këto simbole janë gjetur në Indi, në Babiloni, janë gjetur dhe në Iliri. Në fillim, janë shfaqur për herë të parë në koloninë e Epidamnosit në Durrës. E kuptoni apo jo? Grekët duhet të rrëzojnë poemën e Homerit, që është poem etimologjike. Ky ka qenë zbulimi im. Në leksionet e Oxfordit thuhet Homerin e zëgjumi. Dhe unë u mahnita, çdo të thot Homerin e zëgjumi. Britanikët nuk e kuptojnë se si një poet fillon dhe shpjegon origjinën e fisave trojane, ilire, helene. Ç'është kjo? S'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit që një poet thotë që emri i këtij fisit vjen nga Eubea, kjo u bë Abantes dhe pastaj Amantes. Sipas ligjeve fonetike të greqishtes, emri Abantes ka lindur nga Amantes dhe emri Amantes është Amantike, grua që nuk bën dot parashikime. Priftoreshe Dodonës që gjysmat e parashikimeve i dalin kallpe, sepse ashtu dalin gjithmonë. Është si shëriti që tund era. Pra janë parashikimet e erës. Herë dalin, herë nuk dalin. Këto parashikime janë shkruar nga njerëz të thjeshtë që nuk din greqishten mirë, e shkruajnë me gabime. Kjo quhet gjuha pellazge, kjo është pellazgjishtja,
Dhe studja e etimologjisë thotë që shqiptarët janë pellazg. Kjo gjuhë pellazge është gjetur në Thesali. Kryeqyteti i pellazgëve ishte Skotousa, errësirë, vendi i errët. Në greqisht, edhe qytetet tjera pellazge kanë emra grek. Edhe emri Amantia është grek, do të thotë grua që nuk di të bëj parashikime. Charlatane, sude, mashtruese. Është emër që i vihet një mashtrusje. Ky është emri Amantias, të dashur shqiptar. Tani, dokumentacionin tim, unë do ta nxjerr, por në YouTube nuk mund të nxjerrësh më shumë se 5.000 shenja, është limiti. Atëherë, si t'ja bëjmë? Këto që po them unë janë dokumente në Universitetin e Ohio's, atje mund ta gjeni, të gjitha këto që them unë. Fjalën amantike do ta gjeni në Universitetin e Chicagos, vetë, sot, pa mua. Mund t'i verifikoni zbulimet e mia. Në qoftë se në familjen tuaj keni një avokat dhe je shqiptar, që sot mund ta patentosh këtë emër përpara grekërve. Në këtë moment që po bëj unë këtë film, që po e nxjerr live në YouTube, menjëherë shko në zyrën e avokatisë dhe patentoj këtë emër si emër shqiptar. Të paktën këtë emër Amantia. Kjo për arsye se Amantia është shumë pranë Greqisë. Dhe grekët po ngrejnë flamurët e tyre në shtëpitë e tyre greke. Në Vlorë, në Sarand, në Ksamil, në Finiq, në Himar, dhe kanë krijuar Republikën e Pavarur Greke, që ta dini ju. Dhe kur e kanë krijuar këtë, në vitin 1997. E kanë deklaruar vetë grekët. Kanë krijuar faqe interneti për Republikën e tyre greke, por tani duan të gjithë Shqipërinë, duan dhe Kosovën, Maqedoninë, duan dhe Kroacinë, sepse kudo ka emra grek dhe shkrime greke, të shkruar nga grek të thjesht në shirita. Nuk është manipulim. Kanë qenë grek aty. Nuk diskutohet. A mund të kenë qenë shqiptar? Përgjigje. A mund të ketë patur edhe drer aty me brirë të mëdhenj? Patjetër, sepse janë gjetur brirët e drerëve kudo, në Kroaci, në Shqipëri, në Kosovë ka brirë drerësh, sepse brirët çuditërisht nuk kalben. Kockat kalben, brirët mbeten. Pra ka brirë drerësh dhe do të ketë pasur me siguri dhe shqiptar që merreshin me gjuhëtinë e drerëve, por shqiptarët nuk kanë lënë shkrime. Pra, në qoftë se ti gjen brirët e drerit, të jesh sigur që aty gjehet edhe shigjeta e shqiptarit që e ka vrarë drerin. Por shkrime shqiptari nuk ka lënë. Nuk ka shkrime shqiptare dhe kryeministi shqiptar i mashtron shqiptarët të thotë që shkrimet janë dëgjueshë. Në fillim ishin në greqisht, pastaj kur u bë pushtimi romak, u bën në gjuhën latine. Ky është dëgjuesia, jo shqipja, nuk është përdor kur asnjëherë as në Kosovë, as në Dalmaci, as në Bosnjë ka patur fise Iliro Helene atje, dhe absolutisht në Shqipëri fare. Në fakt emrat e qyteteve shqiptare janë të pastra greke. Të pastra. Lisos i thon gur i rumbullakut, Lezhë. Dyrachion do të thot shkëmb i keq, Durrësi. Aulon do thot gryk lumi, po ashtu avlli në greqisht. Vetë fjala avlli në shqip vjen nga fjala aulon. Është bërë v në shqip dhe në greqisht. Është emër në numrin shumës aulon, është kolonia e avllive, fjalë për fjalë. Një shteg i ngushtë quhet aulon, ngushtic. Çdo emër në Shqipëri, Berati është quajtur Antipater, do thot pranë babait. More çdo emër, çdo skaj i Shqipërisë, Dibra është quajtur Penestai, sklevër në gjuhën greke. Çdo emër në Shqipëri është grek. Helidoni është grek, do thot dallëndyshet.
është sharje, do thot ata që s'din të flasin. Edhe amantja është sharje, do të thot ata që nuk din të bëjnë parashikime. Përfundimisht, grekët nuk gëzohen shumë, e para për të mos shqetësuar shqiptarët, që ata të rinë në gjumë, të mendojnë që këto zbulime janë vendbanime ilire shqiptare, s'është e vërtet. Qëllimi dytë është ky. Emri Amantja rrëzon poemën e Homerit, komplet. Sepse është regjistruar në Iliad që Amantja vjen nga Abantja dhe emri Abantja vjen nga Eubea. Është e regjistruar. Përfundimisht, të dashur shqiptar, parqet kombëtare në Shqipëri janë parqe greke, jo shqiptare. Parqet kombëtare. Kryeministri ynë, edhe Sali Serbi, edhe Edi Romi, nuk janë zgjedhur, nuk ka patur zgjedhje në Shqipëri. Ata janë vendosur për të mbikëqyrur vendet e shenjta greke. Parqet kombëtare janë vende të shenjta greke, siç janë vendet e shenjta për hebrejnë. Dhe çfarë bën hebrejt? Dhe çfarë po bëjnë? Këtë do ju bëjnë juve grekët. Vetëm prisni pak për masakrat e reja që i presin shqiptarët. Dhe mbikëqyrësi i këtyre parqeve kombëtare është sot Edi Romi, dje ishte Sali Serbi, nesër do të jetë ndonjë palaço tjetër, ndonjë fëllëqësie që do i thotë shqiptarëve që këta janë emra shqiptar. Të gjithë shqiptarët intelektual janë amantikos, gënjeshtar, njerëz që nuk bëjnë parashikime. Dhe të gjitha sudet me shtëpitë e tyre botuese Dodona janë amantike, gënjeshtare, sharlatane. Sot është dita e zgjimit të madh. Nuk ka asnjë mbishkrim shqiptar në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, në Maltëzi, në Dalmaci. Nuk ka asnjë mbishkrim shqiptar. Amantja vjen nga Amantis, emër i gjinisë femërore, do të thotë priftëresh që nuk di të bëj parashikime. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.